Në një qytet të vogël jetonte një grua e thjeshtë Fatime, e cila kujdesej për nënën e saj të sëmurë dhe dy fëmijët e vegjël. Jeta e saj ishte e vështirë, ushqimi shpesh mungonte, shtëpia ishte e vogël dhe sëmundjet të lodhin, por Fatimja nuk e humbi besimin te Allahu. Një ditë, sëmundja e nënës u përkeqësua dhe shpresa dukej se po shuhej. Fatimja rrinte e ulur pranë shtratit, duke mbajtur dorën e nënës dhe duke qarë, duke thënë me zënë të ulët: "O Allah, mos më lër vetëm, forcoj zemrën time dhe shpëtoj familjen time." Në ato momente të errta, një fëmijë i thjeshtë erdhi dhe i solli ndihmë të vogël, pak ushqim dhe fjalë ngushëlluese. Fatimja kuptoi se ndihma e Allahut shpesh vjen përmes njerëzve të tjerë. Pas disa ditësh, shëndeti i nënës filloi të përmirësohej dhe shtëpia e tyre u mbush me një ndjenjë falënderimi dhe shpresë. Ajo mësoi se edhe kur gjithçka duket e humbur, Allahu nuk e harron askënd. Çdo vështirësi është një test dhe çdo ndihmë e dhënë me zemër të pastër është një mrekulli e vogël. Lutje e sinqertë të jep forcë në momente më të errta. Allahu ndihmon shpesh përmes njerëzve të zakonshëm. Çdo sfidë është mundësi për të forcuar besimin dhe shpresën.